Në sa drama keni luajtur? Po kam luajtur mbi 6700 shfaqje. Po kam luajtur mbi 127 projekte. Kam luajtur. Hyn këtu edhe filmat? Po, kam luajtur, jo. Filmat janë 16 film artistik. Hyn 36 telepoema bashkë me filmat dokumentar dhe gjëra të bukura, kështu evente që bëhet veçantë. Kam edhe një, me që jam tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk dihen çka të bëj, edhe aty bëra një teatr, edhe aty kam luajtur gati një 5 premiera, i kam mbi 65 repriza, dhe i kam edhe një 430 programe të tjera, apo show, si do thoshin amerikanë, kështu në amerikanë, që do thotë lojë. Sa drama keni shkruar, zoti Limoni? Unë kam të botuara 12 drama. Kam shkruar, domethënë, momentalisht vetëm tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës kam 19 drama për fatet e shqiptarëve të Amerikës. Kam shkruar 19 drama. Kam shkruar poezi, kam shkruar poema. Në bilen kohë të fundit po ju bëj një surprise. Kam shkruar edhe 7 arie operistike për vajzën time Era, Hoxha Limani, e cila është soprano koloratur. Kam shkruar, jam marrë me mitet, me që e mora atë në Juilliard School në Shtetet Bashkuara të Amerikës se kryej një specializim. Dhe eram dakord që të bëjmë një projekt të përbashkët, bashkë në konceptin amerikan, por me muzikë shqiptare, me mite, me legjenda shqiptare, që dhe tjetë një programi reprezentues në përbot për shtetin. Tu kam investuar. Edhe kam zënë edhe bilem 2-3 arje, luaj edhe këndoj edhe bariton. Është Donika e Skënderbeut, është ta zëm Doruntina, është Rozapa, është Për te urës e Qabesë, është Kënga e Regjës, por unë i kam proponuar këto të gjitha. Është edhe një hym për strugën, është edhe një hym për dashurinë, meqenëse më lejohet dua të bëj një digresion të vogël. Unë nusën time e kam marrë pas 14 vjet dashurit, cilë një farë mënyrë familja nuk ma ipte. Dhe unë gati e rëmbeva, se gjërat e buka rëmbejnë një jetë. Dhe atë tani e ka qenë gazetare, është menaxhere e teatrit tim, punojmë bashkë, e kam mësuar të shoh muzikën edhe më përcjell mua, ashtu që bashkëudhtojmë. Zotri Limani, ju në këtë periudhë bëni pothuajse një jetë të dyzuar, këndej Atlantikut dhe andej Atlantikut. A ekziston ende një ëndër para realizuar andej Atlantikut Xhevat Limanit? Unë punoj për ndërrimin tim. Ndërrimin tim unë kam një pikë tim, kam një adresim, është Hollywoodi pra, që është ëndër e të gjithë artistëve. Kam projekte, momentalisht kam luajtur një rol të vogël në filmin e Rebecca Millerit, pra vajza e Arthur Millerit, Private Life of Pippa Lee, luaj një personazh të vogël. Dhe përgatitem, kam disa projekte, një nga projektet e mëdha, të cilët kam shpresë dhe bindje që do të arrijm, është Kongresi i Manastirit, kongresi pra, ku është tepër amerikan, që në 1906 shoqëritë protestante në krye me misionarë të Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin një idenë e drejtshkrimit, pra të shkruajnë, rigjetëm shkruajnë latin apo morëm shkruajnë të lirë, i rikthyem, dhe ne institucionalisht qëndrojmë nga perëndimi në formë institucionale me Kongresin, ku mblodhen burrat e zgjuar të kombit prej të Atë Gjergj Pishta dhe Gjergj të Mitat Frashëri, si udhëheqësi i Kongresit, dhe punës së madhe të Gjerasim Qiriazit, të Gjergj Qiriazit, të Motra Qiriazit, dhe vëjtë në atë periudhë kur shkolla e parë e çupave në Korçë, në Evropë ende s'kishte shkollë vajzësh. Pra, shqiptarët njihen në emancipimin e femrës, domethënë gjithmonë janë përjatar të çështjes së edukimit shpirtëror. Meqë femra shqiptare për mua nuk është njeri, është më tepër se hyjnore. Dhe në këtë kuptim mendoj që ky është një nga projektet që dua të realizoj jam me Roland Gjozën bashkëskenarist dhe Abdullah Zenelin, botuesin e Buzukut. Jemi 3 skenaristë dhe kemi materiale të shkëlqyera. Kemi një skenar shumë të bukur dhe shpresojmë që do të bëjmë një film. Projekti i dytë është një shtëpi me një ushtri. Po ashtu kam shkruar, këtë skenar e kam shkruar vetë, pas shumë kulumtimeve që kam pasur në familjen e Shari. Dhe pra, unë nuk e kam në film tematikën e luftës, me që amerikanët bëjnë luftëra të përkryera që të lënë pa mend kur thonë në atë mënyrë, po e kam vetëm problemin e asaj çka ndodhi në atë shtëpi, domethënë është më tepër se morbide, është më tepër se e shenjtë, është një gjakim i çuditshëm, është një ep hyjnor. Kjo është një simbol i madh i sakrificës, është një gen i shenjtërisë, shqiptarizmës, është një vazhdimsi
e Spartakut, të Pirros, të Lekës, të Skënderbeut, të Alipashës, pra, Ademi Eshari. Me këtë dëshmohet që gjaku shqiptar, do më thënë, është shumë selektiv. Ne jemi një popull shumë i vogël, kemi të zëmë gjëra shumë të vlefshme në historinë e vlerave civilizuese. Zotri Limani, ka herë kemi dashur t'ju kemi personazh në spektaklin tonë Odeon dhe ju kemi ndjekur në një farë forme këmba këmbës, sidomos në momentet kur kemi kuptuar se monodrama tani më e njohur Unë jam Adem Jashari do t'jetë në Prishtinë. Kishte kohë që kishit përgatitur këtë? Ishte ndonjë bashkëpunim apo? Ideja ishte dhe më thënë, miku im, Lebit Murtishi, është një disident tani në Zvicër, i cili u kalë gjatë kohë burgjeve në për Maqedoni, i dërizove se burgjet Maqedoni janë ndërtuar vetëm për shqiptar. Dhe para 3-4 vitesh më shkruan një email dhe më thotë që a ka mundësi, thotë, e ndjevet e shumë keq, më duke se po shkoj drejt vdekjes. A ka mundësi të paktën të më vini, thotë, një vepër dhe më çon një poem që ishte shkruar për Adem Jashari. Unë edhe e kisha idenë me që kam punu filmin dokumentar për familja Jashari. Dhe desha të bëj diçka, kisha shkruar diçka, po megjithatë se kisha definuar. Kur lexova poemën dhe tregimin që më ishte shkruar Lebit Murtishi, e pash që ishte e bukur shumë, mirë po duheshte edhe sikur t'i shtohet diçka. Dhe unë mora Lebitin në telefon dhe thesha, ka mundësi që unë të vëdorë të paktën nga aspekti profesional dhe dramaturgjik. Dhe kjo ndodhi, ai e botoi librin në atë variantë, cilën ram dakord me. Ai është autori i veprës, unë jam vetëm si dramaturg në veprën e tij. Zotri Xhevat Limani, do të ndjekim pak sekuenca nga monodrama Unë jam Adem Jashari. Faleminderit. Edhe këngët e vjetit, vdekje mia. U rriq, e rënç me nder, thot lokja, për djekje. Veç dhimbjet e mbledhura të shekujve e shnërojnë vdekjen në fund. Në dëshirë, në handër. Veç kulti këti dheu zgjedh nderin për balë vdekjes. E me këto këngë e shpërfillën vdekjen. Unë dhe të parte. Dëshira jo në fundit është që ju të na deklamoni diçka nga poezia e Naim Frashërit që ju aq mirë e bëni. Ti Shqipëri, më hep nder, emrin shqiptar. Zemrën ti më gatove, plot dëshirë, edhe me zjarë. Nata ti është, teatr natë, edhe dita është teatr ditë. Në pyjet e gjelbëruar ati rrinë Perëndit. Të pas kësha vërap në veriut, e të kish një krah pëllumbi, nxitimin e lumit me valë, që iken me verik si plumbi, e të vinja në gjithuaj, një cokher të rinja, edhe në pratohije, një qikës uj të pinja, ta lëshëm ishte prejë. A mos vjen prej çamërie, me ato mira fjalë e me gjuhë perëndie, apo vjen nga kush e Korçës, vendi mirë, dhe i gjerë, prej zemrës së Shqipërisë, nga del gjithë botën djerë, apo vjen pe Malësie, pe Dobrej, prej Skarpari, prej Devolli, prej Vlore, prej Myzeqe, të munja të fluturonja, e të kish një krah si ti, me gëzim ti madh, ti futesha Shqipërisë brenda tretën e gji, për të marrë drejt shkumbi.